Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahu xhallahu ala falendrojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin alayhi salatu wassalam, i familjes e shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrohet jemi në lexim të librit të Ibn Qayyimit Smuna dhe Ilaçi dhe trajtimit të temave që kanë ngritë ky dietar në këtë libër. Kemi përmendur se ky libër është përgjigje në pyetje, por përgjigjja është vetëm një shkas për librin, ndërsa libri realisht është shumë më tepër se përgjigje. Dhe kemi që Ibn Qayyim rahimahullah temës që është duke trajtuar ka qasë nga disa kënde, dhe aty ku kemi arritë është kati boshti kryesor i trajtimit të kësaj teme që ka të bëjë me njohjen e rrezikut dhe njohjen e problemeve që i sillen mëkatet. Nëse libri trajton çështjen më të rëndësishme, çështjen më të domosdoshme që i duhet robët në udhëtimin drejt Allahut te barekutaala. Nga se çështja më madhore është padyshim adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala, dhe ajo që e pengon adhurimin është mëkati. Prandaj është çështje e domosdoshme dhe të jetë e rëndësishme. Nuk flet për mëkat saktum, po për mëkatin si problem në tërësi, dhe ka përmendur me 10 pasoja që mëkati sjell. Pas që në fillim ka sjell rregullin se nuk ka mëkat pa pasoje, pamundshëm është. Ta çfarë mënyrë shfaqen pasojat dhe kur vijnë është çështje tjetër, por çdo mëkat realisht sjell me vete pasojë apo pasoja. Në kuadrin e trajtimit të pasojave, Ibn Qayyim rahimahullah ka përmendur edhe faktin se çdo mëkat është ndihmës armikut kundër vetvetes. Çdo mëkat që njëri bën i ndihmon armikut kundër vetvetes. E armiku kryesor njeriu është shejtani, i cili nuk ja don të mirën nga asnjë aspekt. Dhe nuk ka me të asnjë kompromis, nuk ka me të asnjë marrëveshje. Dhe Allahu te barekutaala për me ndihmu njeriu në këtë betejë ja ka dhënë një varg udhëzimesh. Një nga ato na ka mësuar Allahu xhalla xhelalu se si zhvillohet betejë, dhe ku zhvillohet dhe për çfarë zhvillohet, dhe si shejtani depërton tek njeriu, pasi që njeriu është i mbrojtur, por ai e hap portat e depërtimit shejtanit. Ibn Qayyim rahimahullah gjitha këto argumente që flasin për këtë çështje nga Kurani dhe Suneti i ka marrë, i ka përpunuar dhe i ka domethënë trajtuar në kuadër të një betejë tamam reale që është ndodhur në fushë betejë kundër armiqve caktuar. Këtë ka bërë thash edhe takimin e kaluar Ibn Qayyim rahimahullah që ne ta kuptojmë këtë shumë konkrete, shumë praktike. Dhe çështja e shejtanit mos jetë çështje imagjinare, abstrakte, por të jetë shumë reale. Domthonë veç nuk e sheh qenin e tij, fizikun e tij nuk e sheh, ndërsa këtë tjera duken, janë të prekshme, të ndihshme, të dukshme e kështu me radhë. Përsa njeri nuk e kupton kështu betejë, nuk e kupton me këtë realitet, domthonë gjithmonë do të jetë i kapshëm për shejtanin, gjithmonë do të jetë i goditshëm për të aftën. Tash goditja ku godet është çështje tjetër apo, por do të jetë gjithmonë i goditshëm për shejtanin. Dhe atë vizualizim që ka bëu Ibn Qayyim rahimahullah, domosht është i mrekullueshëm, është shumë i rëndësishëm, nga se për këtë që ka vol ka argumente. Padyshim, Allahu xhallahu ala flet, don ka deporton si hin pejgamberi sa po kë ka kthyen një tamam trajtim ushtarak. Me thonë kështu kushtimisht, pasi lufta ka ndodhur me ushtri, edhe tamam e këto terme ka përdor. Termin e ushtrisë, për krahasve goditjes, sulmit, hyrjes e kështu me radhë. Dhe ka përmendur një çështje në fund, atje kemi thënë takimin e kaluar, që është realisht shumë e domosdoshme e kuptuar. Shumë e domosdoshme e kuptuar. Ka thonë ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah se pas gjithë asaj skice që ka bëu shejtani dhe strategjisë për të bërë njëri, në fund, domthonë këshilla e tij praktike, konkrete, ushtarëve të tij është që të fokusohen në 2 gjëra madhore. Nëse këto arrin me i majtë në kontrol,
atëherë krejt zhvillimi i betejës për ta është i lehtë. Që i bie se ne na duhet çto me kqyr shumë apo. Na duhet to pika shumë me kqyr apo. Dhe këto që po flas në vëllazër, po them, është reale apo. Që kjo është realisht betejë jote e jetës, lufta jote. Që to nëse fiton, ke fitu, që nëse hub, ke hub. Apo çka është on përcaktim direkt i të ardhmës. Edhe në dunjë, po në veçantë në ahiret. Dhe shejtani i thot ushtarëve të tij, i thot argatëve të tij, thot o bijtë mi, shumë më ka mirë kështu të qunë, domthon, të afër se ky më paroi, iblisi më paroi që nga Ademi alayhisalam. E një njërin mirë, e ka njoft hala pa u kriju, e ka pa që është zbraz te ka himran Ademi, domthon, e ka pa që kam ju qas. Andaj ka përvojë shekullore me njërin. E i thot bijve të tij, thot kujdesni për dy gjëra. Nëse këto dyja arrini me i marrë në kontrol, çdo betejë keni me fituar. Do ta keni në kontrol këtë njeri apo. Nga sa dini atje e kemi lezu, Ibn Qayyim rahimahullah përmend se shejtani i thot i thtarëve të tij apo. I thot mos lejoni që ky të përfundon në xhenet e ju në xhenem. Mos lejoni që ky të shpëton e ju të humni. Pasi që ky është shkaktari i humbjes së juaj dhe i dështimit të juaj. Në sikur sa ai e nxit palën e vet, apo edhe ne jemi të nxitur në këtë një të shikojmë. Po kjo është ai që ka nxit babën tonë për xheneti apo. E shikoni çdo element i trajtimit të kësaj teme realisht e thellën armiqsinë. Çdo element i trajtimit të kësaj teme e thellën armiqsinë. Po duhet të pas me dikon në armik caktuar apo. Po sa më tepër se e thellën mohabetin dikon gjon dikon që ta zbut armiqsinë apo. Po breveç, a din kjo, po bra din veç kjo, tu thellu. Te shejtani për shembull, sa më shumë thellohet, aq më të bashkëforsohet apo. Sa më tepër don shkon thell, më tepër don të shpërthen mlefi kundër një. Nuk gjën në çfarë do lumtimi, sa do i thellë që është aty në thellësirat e historisë, asnjë element më minimal apo që t'jap arsye për shembull mos më luftuar. S'ka. Absolutisht, nuk ekziston. Pa kësi armiku s'ka në dunjë. Që ka përshamë të kushtimisht, apo, çdo armik që ki në dunja, me çdo armik që njëri ka pas të lashë, nëse thellosh në situatat caktume, në kura caktume, e gjendi ku një element, po përveç në atë kuj në akon, po përën këtë adin, e gjendi ku një element caktume. Që të jap një shpresje, ndoshta, për shembull, ka mundësi, ndoshta të shtonë nuk ka që shtopën. Sa ma te për thellosh, ma te për, e armitësën. Dhe kjo të kërkume. Përndaj Allahu xhallahu ala te në Kur'an ka folur shumë për shejtanin për na thellu në njohjen e tij, që sa më thell hym në njohjen e tij, më tepër, e armiqsojmë edhe më tepër e luftojmë. Përndaj nuk është e rastishme që Allahu xhallahu ala ka folur në shumë vende në Kur'an për Ademin alayhis salam. Nuk është veç historia, por është gjithmonë rikujtim i armiqësisë, edhe fillimit. Dhe shejtani i thot pasuesve të tij, thot kujdesni për dy gjëra. Sa ato gjëra? El-ghafla wash-shahwa. Hutia dhe epshi. Don habiteni me gjëra të tjera që të harron, të habitet nga armiqësia, të habitet nga betejë, të habitet apo don njëri për shembull e ke pa ndoshta edhe e lexon rrëfimin e Ademit në Kur'an, lexon surën Kaf çdo xumë, ku e ka një pjesë të kësaj betejë, megjithatë kur del nga surja Kaf, armiqësia nuk është rritave. Nuk është shtu për shejtan armiqësia, pse ka kaluar për atë sa për të lezuar. Ç'ka është gafleta? Ka lënë për atë ku Allahu flet për armikun, apo edhe nuk lëviz, domthon treguesi i armiqësisë, nuk lëviz urrëtia kundër tij apo. Pas surja Kaf kur lezosh për shembull, a lëviz treguesi në dashurisë për Allahun xhallahu ala? Sa të trege po, për shembull ti nëse ki një gotë, s'la ka shku deri poshtë, sa të mush, ajo është me vija, ke po tregon 10 ml, 20, 30, apo sa të mush ujti. A lëviz treguesi? Po lëviz apo. Apo edhe në peshore kur të vendos për shembull. Lëviz treguesi apo. Se treguesi në zerë, e çet kjesën kiton me 2 për shembull portokalla, apo lëviz, 3 portokalla lëviz. Do sot vendos ti këtu e lëviz apo. Tash ti merr kështu apo.
Ti e lexon Kur'an. Sa të lexon Kur'an, ti të vendos diçka, nuk është e thjesht veç iluzion apo. Mirë, sa më tepër Kur'an po vendoset në zemrën tonë, sa po lëviz treguesi, apo lëvizaj në raport me dashni për Allahun xhallahu ala, në raport me urrejt ndaj shejtanit. Ka se Allahu xhallahu ala për këtë ka përmend, apo. Se sa për me ditë çka ka ndodhur me atë sura Bekara. I ka thënë Allah me lajkeve, domthon po krijon tokë dikon, ata ka thonë kështu, te kanë kështu, bënin sejdë, çikaç e kanë dhënë Adem në një faqe në Kur'an është për Adem në një faqe apo në surën Bekara. Mjafton? Ona për me ditë detajet e asaj që ka ndodhur. Mjafton. Prandaj rrëfimi apo përsëritja e rrëfimit është për ta luftuar gafletin. Për ta luftuar hutin, mos habet. Mos sa të lezoj se që kjo është, me ta marrë gjithmonë në vëmendje armiqsinë. Ai çka bën? Ai detyra e tij çka është? Me të habitur. Mos për mos me zuheq për të. Mos zuheq për të. Edhe vën që armiqësia me kone fokusuar tek ai ta orienton armiqsinë dikun tjetër. Ose nëse lezon për të, me kone lexim sipërfaqësor, formal, i pa ndikim, që realisht nuk e lëviz fare treguesin e armiqësisë. Pastaj thotë shahwa, dhe gjithashtu edhe me epsha. Se epshi ka kërkesat veta, epshi ka kërkesat veta. Prandaj me epsh e menaxhon kallaja apo njëri. Për shkak se epshi kur do mënë njeriu, do të fikën drejt e mendjes edhe shfuqizohet besimi i imanit. Nuk ka fuqi apo. Imani me epsh s'ka fuqi apo. Ka fuqi me mposht, po kur njeriu e dëmron epshin me iman, imani shkon në rënje sipër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ndodh njëri me bëu zina, edhe duke bëu zina me kon besimtar. Ai nuk është që dal pe feje, nuk është dalën feje komplet. Por imani është funksional. S'është funksion imani. Pra kur imani nuk funksionon, është si mos me kon apo. Dhe kemi përmendur disa jo vetëm me pas iman kuptim deklarativ juridik, me gjyku me certifikat që je musliman apo. Po të me pas iman funksional, që ky iman apo funksionon si citat, apo funksionon si citat. A ka funksione që kjo, mas ka funksione apo. Andaj edhe Allahu te barë ka përmend shembull në Kur'an ku testohet funksionaliteti i imanit. Ka vënë ku testohet, ateston që testohet. Edhe në këtë aspekt testohet funksionaliteti i imanit. Andaj shejtani nuk do me kon imani funksional, normal. Do me kon imani, se ai din se si është imani funksional, demaskon përpjekjet e shejtanit. Dhe ky përshkrim i Ibn Qayyim rahimullah mjaftueshëm tregon domosdoshmë se gjithë këtë udhëzim që Allahu ta ka dhënë xhalla xhelaluhu, me gjithë këtë pasqyrim kaq të qartë të armiqësisë, me gjitha këto mjete luftës, realisht njëri i paralizon me mëkatet. Po i prish me mëkatet e tij. E kur e sheh mëkatin nga kjo perspektivë, është çështje komplet ndryshe, apo është komplet diçka tjetër. Jo vetëm me këshir veç ka aspekti për shembull i ndalesës ose ka aspekti për shembull i një pamje të caktuar të shëmtueshme ato. Por është një çështje komplet tjetër. Pastaj ka vërtetë ka imërë edhe disa tjera i ka përmend pasoja, nuk do të më zgjeron to. Ka përmend pasoja tjera domthon të mëkatit, sa ato e bën njërin me harru, Allahun me harru vetveten, e bën njeriu që domthon me e largu mikun e me afru armikun. Edhe këtu ka përmend detaje pak më tepër, domthon se mëkati e largon melekun. Allahu xhallahu ala i dërgon miq ton melek për të na mbrojt. Dhe ata janë aleatët ton, por ata largohen kur njëri bën gjunaf. Largohen pe melekët mbrojtës, jo ata që shkruajnë, ata largohen, po melekët mbrojtës, melekët e mëshirës. Pra, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në atë shtëpi ku ka qen, ka fotografi, melekët nuk hinë. Nuk kush i ka largu këto melek, njëri ka largu. Për shembull, ose ka transmetime që disa dietarë kanë përmend, sikur Tirmidhi ka përmend, se hadithi është i saktë kështu më radh, kur njeriu gënjen, largohen me lajket larg për ti për shkak të erës së keqe që shon. Ka pa për shembull, pejgamberi kur ka thonë që njeriu mos me hongër kep ose hudër kur shkon në xhami, apo e ka përmend shkaku i fal namazdive një. Po tjetër çka ka përmend? Innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibn Adam.
Edhe me lajket bezdisin nga që bezdisit birja Ademit. E me lajket çka kanë lidhje me kep, e me hudër, kanë lidhje nga se kur thonë ti Kur'an afrohen te goja jote, ta marrin Kur'anin apo. Nga dashnia për Kur'an që kanë apo. Apo e ti e largon me erë, apo. Që është halal. E mos flasim për, domthon, diçka që është haram, që është e keq apo. Pa njeriu mikun e largon, e ku largon miq kur shofrohet, dihet, vjen armiqt. Kur miq largohen, kur përkrahe largohet, kur mbrojtja largohet, kush vjen? Edhe kjo është një çështje që kemi rënë ka po, kësaj teme për të shpërfaq shëmtueshmërinë e mëkatit. Pas kësaj, ti tatim me dhjetra don pasoja probleme që sill mëkati, e më kemi rënë tash kalëm në një kënd tjetër. Në këndi që ishim të folur, cilë kënd është këndi i prezantimit të shëmtueshmërisë mëkatit, që me e fuqizu aspektin e njohurisë, me e fuqizu domthon aspektin e dijes, se kemi thënë se njeri funksionon me dy fuqi, me dy forca, forca e dijes dhe forca e bindjes, forca e veprimit. Andaj ne jemi ende ku te forca e njohurisë, ja të marr njëre njohuri që të forcohemi në rezistencën tonë kundër shejtanit dhe eliminimin e mëkatit, po. Andaj Ibn Qayyim ka përmend 10 informata, me 10 rregulla që ty të furnizojnë me njohuri të mjaftueshme për me kuptuar këtë sa serioze është problematike. Kjo është begati e madhe, kjo është nimet i madh. Ta shikojnë nga bujarinë e alimit apo. S'mjafton me kaq. Tash e ndron pak këndin apo. Thot nëse këto dënime, këto pasoja nuk lojnë gjurmë mjaftueshme të te apo. Don nuk lëvizin sa duhet, nuk e ngritin treguesin e ndikimit, nivelin e kërkuar, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, atëra dëgjoj edhe këtë domon. Shoh tash edhe këtë aspekt të problemit të mëkateve. Mëkatet që çdo gjë haramet apo dhe ka shumë harame që Allahu te barekehu ka përcaktuar penalizime për to. Se çdo mëkat të mëdha, mëkat janë vepra penale apo sipas fjalorit juridik, vepra penale. Njëri kur bën vepra penale çfarë bën? Penalizohet. Normal. Tash ti e sheh për shembull se çka ka trajtuar Allahu xhallahu ala tash ka aspekti shëndetik gjunojnë apo. Po ta kuptoj se sa është problem. Domthonë nuk ka segment në fe që nuk e ka godit mëkatin apo. Nuk ka. Ndaj ka aspekti i moralit, ndaj ka aspekti i besimit, ndaj ka aspekti i dispozitave, ka cilë aspekti që është opton mëkati është i goditur apo. Se kjo goditje e mëkatit nga gjithë anët jam e kuptuar se lufta kundër mëkatit është objektiv shariatike. Apo kuptoni? Domthon kur ti e sheh që shariati piton anë për godit, e kupton se çka ka objektiv. Domethën qëllimi yt një duhet me kon luftimi i mëkatit. Se shariati piton anë për luftën apo. Se ti bën diçka tjetër, e cila nuk lufton mëkatin, nuk je në përputhje me objektive shariatike. So është çu se kupton se që është objektiv ose objektiv? Ka qëllim i caktuar. E kupton piksojane, nuk është trajtim për shkak formal, nuk është trajtim sipërfaqësor, nuk është trajtim momenti, çasti, jo. Ora të pitonave. Atë të kuptoj, çka ka objektiv. Don çto, shëroti pas ka më realizu. Prandaj aktiviteti jam duhet me kon realizimi i kësaj objektivi më dorë, lufta ndaj mëkateve. Duke filluar nga vetvetja e pastaj nga edhe jashtë vetvetes tona. Prandaj angazhimet e njerit, projektet e tij, lëvizjet e tij duhet të jetë në shërbim të luftimit të mëkateve, jo të shtimit të mëkateve. Ne kom thonë atë nozën edhe për këtë çështjen për shembull e diskutimeve të fundit që janë për vllazërit ton në Gaza që po kësaj tonë sana apo. Po kemi pasur time të llojet ndryshme apo. Duke tentuar me mbrojt ata atje, për shembull përgojon vllazëve vetë tu, shtëpi për ta këto. Çka ki botë apo? Disa si po, çush nimon ata me gjuna, ata me gjuna s'nimon apo. Ata nimon me ibadat, me tauba. Apo. Për shembull, atje kërset një problem, këtu thellohet për çamja. Kjo është absurde. Këtu njerëz të mëshëm kështu s'bojnë. Atë ku që kërset dikun në rrezik, njerëz të mëshëm afrohen. Nuk dohen apo. E nëse kanë dorë të caktuar apo. Për shembull, se njëri për shembull është xahil.
ignorant. Si kupton domon temat e shariatit. Është objektiv shariatike luftimi me mëkatimit. Dhe është për të nënë. Atë mëkatimi vetëm të kallëzohen. Unë të fola piksojane, të kom folë për mi se 50 kanë të t'i kom përmen goditëse të mëkatëve. Nëse që kësë të kalon, unë opet kalëzoj halasajnë e tjera, me të kalëzoj sa është tajtimi shetik i begat, i pasun në luftimin e mëkatimit. A për kuptani, në qëfar nivelli ka përri mëkatimi e mëllah. Ma i thotë nëse kësë këmë mund, të kalëzoj të tëra, për shambull, thotë mëkatët kanë edhe penalizime shëratike dhe kaderike. Kaderit, penalizosh për shkak mëkatit edhe shëratikisht edhe kaderi, edhe me kader. Cakton Allahu xhallahu gjëra dënimit ka caktu. Allahu xhallahu shikoni për me luftu mëkatin, pranoj 2 lapsa kanë shua apo. Për luftimin e mëkatit kanë shua 2 lapsa. Lapsi i shpalljes dhe lapsi i kaderit. A ka mo diçka që u merr pa u shkap? Këç që kanë të përshima. Andaj bëkaimë më thotë apo se do më nëse në qëto që si përna nuk nalë, shiko tash këti tjetër në këto, adi një pikpa me tjetër. Luftimi me kati ka aspekti i planizimi shëratika. Kër e shikon të ashti, qëtë ka të rejtu shëriati më katin, jo në kuptimin e ndikimit në raport me Allahun të barë talëva, po në kuptimin e gjykimit e në dunjo. E sheq për shamu se, mëkati është trajtuar shëratikisht nga disa kënde. Dhe penalizimit janë varet nga këndi që është trajtuar mëkati. Për shembull, ka mëkate që e këput njërin për Allahut, e këput njërin për Allahut, dënimi është me këput për jetës. Këputje për këputje. Është privim, për shembull. Pastaj ka mëkate sikurse për zinaja, sikurse vjedhja, hajnia. Ka penalizime serioze, Ashtë që për shembull thosh, a çka që shëmtuar? Nëse se kupton hajnin sa është shëmtuar, kuptoj penalizimin për asaj çike. Unë për shembull nuk e di çka vjen për ka që keq apo. Se di që është shëmtuar. Kur e kupton dënimin, kur ka fol mos vet kjo. Mos bëse po cakatojsh apo. No, si ka tani më kajmi, nëse kupton ka aspekti i vetë mëkatit, tash më të qesë të një kënd tjetër kuptojnë nga aspekti i penalizimit për mëkatin. Një mëkat i cili për shembull, ka mëkate, në edhim që dënimi me vdekje në shariat ekziston apo. Nëse jeta është seni më i shtrenjtë që njëri e ka. Seni më i shtrenjtë që ki është jeta. Se me jetë është besimi, me jetë është pa jetë s'ka kurrë. Po nëse si gjallë është për besu, s'munësh. Jeta është begatia më e madhe që Allah ta ka dhënë atë. Prandaj është gjunoj më i madh me e myt vetën. Apo s'ka situatë ku njëri lejohet me myt vetën e tij. Tash ka mëkate kur edhe çka jetë është e pavlefshme apo. Pa çfarë subhanallahu domon është çfarë vlerësimi ja bën jetës gjuna apo në din nivel që s'ka vlerë më. Është vlerëson gjymtyrën. Apo ka gjymtyrë që strategjisht do të penalizojë gjymtyra apo. E hub vlerën gjymtyra. E hub vlerën personi apo. Për shkak të mëkatimit apo. U s'po flas për ahiret. Në dunja, këtu janë penalizime të dunjas apo për mëkatin që ka bërë. Pastaj për shembull, vetë mëkati edhe e merr shëti ka trajtuar ka aspekt për t'u se është i dëmshëm, për shkak se është i dëmshëm e ka ndalu, rritet niveli i goditjes varet nga dëmi që shkakton apo. Kjo është më rëndësishme kuptuar. Çora. Një punë është e keqe. Apo, një punë është e keqe. Pavarësisht për shembull, a ka bu filoni fistekun këtë vend e keqe është apo. Ndërsa kur një punë është e keqe dhe lëviz e keqe asaj poshtë nalt, varësisht nga dëmi që shkakton, atëherë ti kupton se është ndaluar për shkak të dëmit jo për shkak të punës. Prandaj çdo mëkat që është ndaluar fetarisht apo në situata të caktuara ka vërdhën që është i lejuar apo. Pra marrëdhënia intime mes moshës dhe femrës apo. Është të lejuar. Po nën kuror. Veç e kuror s'është bën gjuna. Pse? Për shkak se dëmi është i madh apo.
Dëmi që shkaktohet pastaj në lloj njerëzor, prejardhjes, dihet babas, dihet nona, përhapja e faqizillëkut, tradhisë, punë tjera. Dëmi që shkaktohet, jo për shkak të aktit, për shkak të dëmit atë. Dhe sa më tepër të maksimalizohet dëmi, rritet penalizimi atë. Për të gutur se shariati e përcjell mëkatin hap pas hapi. Se lëshon kërkon hiç, apo kupton? Se lëshon hiç, i keqë që çto e ki, e rrit dozën që këto e ki atë. Për shembull, në marr çështën vrasjes atë. Me vrani pa besimtar, so musliman. Por ju në luftë, me vra për shembull, apo ai ka kontratën me musliman që me pa ku gjit. Ka më pegon se nini në xhenetit këtu. Jo në mal, apo. Ma vrani musliman për gjithmonë xhenem. Hadith e ndaj që ka apo. Me vra babën, salama ai vrasë atë. Apo mirë po rrethonat, situata dallon atë. Merret të zinoja atë për shembull. Zinoja është flisht apo. Është e keq apo. Thot Imam Ahmed rahimullah, Ibrahim ibn Qayyim rahimullah, thot Imam Ahmed rahimullah, mas vrasjes apo nuk kemi gjë gjuna më të madhe se zinoja apo. Do mos i shevron njërin s'ka më pse, sa vrasje dhe kjo vrasje. Vrasje nderit, vrasje turpit dhe kjo vrasje apo zinoja apo. Udhë billah punë e pamorashme, me dhënat intime jashtëmartësore apo. Është e keq apo. Shikoj për shembull trajtimi shariatik zinoja, çush merr trajtimin dëshmë apo. Për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zinoja me gruan e kojshis është më e keq se 100 zinoja apo. Po 100 zino me bën apo, nuk ka sikurse më pse është poshtërsi edhe pabesi dhe tradhi. Apo. Pra ka rritë. Para hadith Muslim subhanallah, si të merr shumë apo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gruaja e mujahidit, ai që del për shtëpis me mbrojt dinën e Allahut azh. Don mbrojtje të Allahut xhelon xihad apo. Qof në luftë apo këtu mund me këtu hin patjetër apo. Edhe dal për shkak misione me shpërndar fen Allahut te barë apo. Del apo. E lën familjen apo. Apo. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam musliman. Gratë e mujahidëve janë sikur se nënat. Apo, që si nona. Don ajo është vije kuqe, mos gaboni diçka më shku më lart se ka burrën atë, apo kupton? Po të marrë më kë. Shka pse, çfarë trajtimi ka mos shëmtuar se kjo grua me pa burrën e burrit sa është mision, apo. Me prej njërin bes, ai po ti po të mbron. Andaj ka thon pejgamberi në vërtetë të hadithit, nëse ai që ka marrë kujdes gruan e mujahidit e tradhon, ditën e gjykimit Allah i thot merja keq ça dushi po më mos i lë kurrë çapa. Apo, s'është merja sa ke bëjuna. S'ka më, këtë merja. Sa mos e lë apo. Në çashton është shëmtueshmëria aso që nuk shpaguhet me kurrë apo. Merja keq çat mund të marr pitin apo. Po mund që pse ka më këtë? Për shkak se shëmtimi është i madh. Po një dallon kur një për shembull, çdo një që nuk ka shpirt vet, do të më rujt apo. Po do të që shku për tregti, do të që shku për shembull për ilm, do të që shku për xhihad, dallojnë apo. Normal, kauza pse e kanë dhënë me dal dikon, çka ka bosh, dallon pastaj. Ai shikojnë çfarë e ka njëk mëkatin në çdo hap apo. Çdo hap. Me godit gjithkund në po për shkak se dëmi është i madh. Dëmi është i madh. Ka bë pastaj po Qayyim rahimullah ka përmend edhe, domethënë edhe arsye tjera që do të arritin penalizimin apo një shumë një dëmi apo. Tjetra për shembull Qayyim rahimullah thotë se kjo që po duam për mëkatin është për të më tregu që ajo që thash me 10 herë, se shariati domon e njeh gjunohin. Ku vën si lëna apo. Arritet penalizimi i mëkatit për shkak të dëmit që bën zo shembull. Ka arritet penalizimi i mëkatit për shkak të joshjes të madhe. Njëri sa më tepër joshet mas një gjunoh apo, arritet penalizimi. Se nuk ka mundësi me fik joshën pas. Nëse për shembull njëri ka anim të madh ka një punë. Do të thotë nëse e bën që ta opton, ta ngrihë veshën, ai s'ka gale, atë dy të grej. Apo nëse joshë është e madhe, si bën përshtypje apo. Ama nëse joshë është e madhe, do të mënon me çka? Me fuqi shumë të madhe apo që me kon më fuqishme se joshë apo. Prandaj për shembull, tek puna, shikoni tek puna gjinima. Fakti se treqë është shumë e madhe, e këto ka bëlla më urësi, normal, ka vendos preventiva, do më të realisht mbajnë në distancë dhe mundsojnë
jetën bashkë, apo. S'ka thonë tërë në një qytet, një qytet, jo rënë bashkë, vetë zbatoni preventiva apo. Bon, komunikimi, neja, bashkimet, apo. Pse? Për shkak se me bo më ndodhëm është fëmi keq apo. Apo kuptoni? Ti kur thot për shembull, po çka gole? Po nuk ka gole tek kjo. Po veç me bu me ndodheni në 1000 raste, fort është e fleshtë apo. Pas ata që është shumë e keq dhe ka pasur shumë psia, shati ka para pa preventiva, panive të pa logjikshme si preventiva. Po nëse kupton dëmin edhe shëmtueshmërinë, i kupton shumë të rëndësishme. Apo kuptoni? Prandaj e ka obligu femrën të mbulohet apo. Për çfarë është mbulu femrën? Ai për shkak menazës se është fort është e keq kjo punë apo. Don, tash ti kupton shëmtimin me mëkate nga preventivat. E kupton shëmtimin me mëkate edhe nga penalizimet. Nga gjithë thani me kemi me ta pru, just shpjeguam pitonë me pasi, a për çfarë i keq rapon. Për mos më ron zina, shikoj ka ndalu këta, për mos më ron zina ka ndalu këta, ka obligu këta. Kur është gjithë këto obligime, këto ndalesa për rreth që janë përmeruar çit pjesë, thosh, më ka keq kjo punë, se kish bëu bashkë shtopën, apo thon. Për shembull. Andaj për shembull për merujt mendjen apo. Sheriati çka ka bëu? Ka ndalu shumë sana. Për nëse ka mendja vlerë, mëse pas për mendja vlerë të madhe shariat, çka është problem me pjelë ka lëmë? Pse ana? S'ka problem apo? Ama ka vlerë që njëri me di çka po flet, me di ku është, apo e ka ndalu me pije apo. E ka ndalu për shkak me lexu gjithçka, me ngu gjithçka, veç për shkak se me ta rut mendin apo. Për shkak e kur ti e kupton këtë rrugën, e kupton se dëmi i shkaktuar kësaj rrugë është i madh. Normal. Dhe pastaj pas ti trajtimi me shembuj shumë të mrekullueshëm, Ibn Qayyim rahimullah thot kështu apo. Thot e nëse nuk zbatohen penalizimet shariatike, s'ka shariat apo. Nuk ka shariat apo. Çka ndodh? Thot Ibn Qayyim rahimullah istihalat qadariyya. Shndrohen pastaj në penalizime qaderike apo. A përshënë rahmet në shëriatit, apën? Penalizimet e kaderit janë të një tjera, apën? Kaderit të një të adërit thokën e, të gjunë ujtë, apën e, është me i shtirë kaderit, apën? është me i shtirë kaderit, apën? Për shumë, kaderit është, apën, me të prejkë në pasuni, me të prejkë në familje, me të prejkë, apën? Afrika është, këtë këtë të në pasaj të kaderit, që ka caktu Allah Azvel jashta, që e i cakton në raport me mëkatën, apën. Andaj penalizimi shëriatik janë rahmet, vllazni Allah, janë rahmet. Mbrojnë, nëse njëri për shumë me vendim gjykatës, kur ka gjykatës shëriatik që gjykan, nëse për shembull zbatohet me te një dënim shëriatik, me garantë se ka që se vetë Allah në herë që ke bëpën. Që për të më mirë? Me garantë. Me garantë se ka që për të gjynasë në dunjas dhe nëtë më bëpën. Se u mjaftuar, e ke marrë ato që është rahmet apo. Po nëse nuk vepron shariat aspekti shariatik, apo kërkesat e Allah nuk zbatohen, atëre që thonë të këtë opsionet janë të hapura apo. Këtë është e mundshme tani. A vjen kjo, nuk dihet. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, edhe nuk ndodhet apo që Allahu te bartëra një njerëz më ia bashku dy lloje të penalizimeve, shariatike dhe kaderike. S'bava kia kështu thot. Përveç se nëse shariatike ka qenë jo fuqishëm apo pastruese për ta. Për shembull s'ka bëu tauba që duhet, ose shkon më në më pa diçka, vjen kaderi me nol për një aspekt. Për një dy dënime se bëhen edhe bashkëkorrotën. Për gjënon që e ka bëu. E pastaj kur vjen tek këto kaderike, tash Ibn Qayyim rahimullah përmend lloje të dënimeve që thot janë dy lloja ato. Dënimet që vijnë përmes kaderit, jo përmes shariatit, preken në dy pjesë njërit. Në trupin e tij, në aspektin e jashtëm të tij, në qenin e tij, në materin e tij, edhe në zemrën e tij. Do mëkati sjell dënime tash, për shembull, qoftë në trup, apo qoftë në pasuri, apo qoftë në zemër. E padyshim se goditja në zemër është më e keqe.
goditën zemrës më e keqe. Për arsye prapë Allahu te barekuta njerit i dërgon shenja se ke hy në fazën e penalizimit, e shumë se hetojnë këta. Që ka herë s'pa njëri hyn në fazën e penalizimit, edhe se heton atë. Deri sa domthon e hub ndjenjen komplet, ja merr zemrën. Qysh? Penalizimi për shembull me kon në trup ose në pasuri. Fillimisht pasëm shumë të zemra. Me qenë trup ose në pasuri. Cila është më e lehta? Penalizimi në trup apo në pasuri? Pasuri. Ma në pasuri. Normal, pasuria që bëhet, ka pa njerëz kur thonë a kam ftu ton, çash, apo njerëz i vin penalizimet në pasuri. Pra fillon u bëre qeti, për shkak shton shpenzimet pa lidhje, apo në para shkon kas duhet, apo këto janë penalizime. Që mbledh mend, apo sa s'ka kalu tash në dhëmzorën e dytë. Apo tani të rrok në trup. Apo në trup për shembull ka forma të shumta të trupit apo. Smundjes, për shembull, plagështive, apo të çështë të shumta apo. Nëse as ky penalizim nuk e vëdisën, apo depërton të zemra. Kur depërton zemra, atëherë padyshim se Ibn Qayyim rahimahullah këtu tash thotë që kjo është zona ndoshta më e rrezikshme edhe është fundi i njerit apo. Që kjo është fundi. Është interesant të nozër se trajtimin e problemit të mëkateve që të e mbyllim në Qayyim rahimahullah. Ka në shpjegim hala për këtë çështje, po e mbyll, domethënë nëse shikojmë nëse ke këtu pengesa që lloj ka vendos, që këtu alome që Allah t'i çon, nuk të këndellin, ke leju që gjynoj me shku dejt e zemra, ja pa fsharin më vën. Mos ka këndellin më vën, por ty s'kam çat bëj më vën. Mbyllet perdi atë. U kry, Allah na rut. S'ka më. Çka ka më soi më? Shikoj ata që kanë këtë mësime, këto janë ka shumë ato. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah trajton këtë çështje duke thonë se pej dënimeve është që njëri me hub ndjenjën e dënimit apo. Është të dënu se më rresh apo. Prandaj disa njerëz mendojnë që bën gjuna dhe s'm gjet kurrë apo. Nuk më gjet kurrë apo. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, humbja e kësaj ndjenje ka ardhur si pasojë e dehjes nga epshi apo. Është ideu në çdo drejtë që ka pa njëri ideu apo. Kur ti kalon dehja i një dhimbjet, i dhem kryt, trupi lëm, se ka një kërë i dehun apo. S'ka pasysh apo. Se dehja ka u ndjenjën e dhimbjes apo. Dhe njëri kur dehet nga epshi, kur dehet nga kujta, kur dehet nga dunjaja apo nuk një dhimbje apo. E këto dhimbje, marrin fund ose nuk u përplas me ndonjë murit sprovës në dunjë e çojmë për gjumit, e kjo është hajër, ose me tokën e varrit të tij apo në kjo është vonë. Njëna kom e kandell, njëna kom janë nxirr apo, domthon dehin apo, më kuptu. Andaj Allah xhallahu çon këto shenja në trup, në pasuri, situata ndryshme apo, çdo ulemat e kanë lexuar këtë në shumë situata, shumë thonë e kanë lexuar. Çdo prim nga hajri që të bëhet apo, çdo prim nga hajri që të bëhet, dihet se është një shaj që nuk ka punë mirë apo. Nëse në esencë Allahu xhallahu ka krijuar për xhennet, ka krijuar për hajër. Sa është privosh për një hajër të caktuar, për çka do qoftë, realisht dihet se është për një zimat. Për çka ka ardhur? Sa është bashkë ashtu apo? Pa ju dietarët kanë lexuar kët me namazin e natës, me dhikrin, me këto e kanë lexuar. Ibn Sufjan Thauri ka thonë, jam privuar nga namazi i natës 5 muaj për një gjuna që ku mua. E ka pa këtë për një zemër. Son thosha apton, po gjet vera tash e nata shkurtës, se këto gatë shkurt njëjtës apo. Jo, këto arsye të tjera apo. Ama nëse penalizohesh apton, domthon e vren njëri. Ose se vren për shkak dehjes, sa arsotime të të tepërta apo. Vajtë më nuk bën me lumë këtë zemra apo. Zemra do më rujt. Se normal atë, domthon kur ta marrin mbretin, kryet loja apo. Apo, nëse ta marrin mbretin, s'ka më ka figura lart shat aty, po s'ka më lumë. Se mbreti ka shkuar më. Ai mbreti s'bën me preka.
Mrejt nuk bën me prek. Mrejt është zemra. Nëse ta prek zemrën, mor fond apo. Sa tash më kaimë rëmlla trajton çështën e zemrës nga disa perspektiva, edhe vjen tek ajo që domon është kurora e fitores apo. Shikoj këtë kjo betej në fund të aton, do të vim desnashëm se këtë ders punë me ardhi, po thot fal qalbu salim. Thot zemra është nosh apo. Çto do të marr nafa. Keq kjo udhëtim jon është çto apo. Ata ta tregon vallahi me çasi kritere, cila është zemra është nosh që s'ka rengen dynjë që më çati çesë që kemi kemi apo. Është injizim i qartë, i dukshëm që ti e shef veten tonë tamam, a zemra është nosh, është e smutur. Shumë qartë. Ama nuk mosh marr te ky injizim afton pa i largu të probleme tjera që nëmë. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah se kur goditet dënimet, penëzimet për shkak të mëkateve në zemër, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, shikoni çu funksionon. Të para, thotë dhimbje. E dyta, do me këputje furnizimit. Çka në kupton dhimbje dhe këputje furnizimit? Zemra penalizohet me dhimbje. Do me thonë pikëllimi, depresioni, do me thonë frika, ka dhimbje zemrës. Nuk është funksion normal. Apo, nuk është funksion normal. Zemra, do me thonë, nuk është e krijuar më mërzit për dunjë. Nuk është, nëse mërzitet, është smut. Se nuk kanë rregull, se s'ka kërkuar. Për shembull, nuk se ka kriju Allahu xhalla xhelalu për shembull, tash nëse mund të gabon mjeksi doktor, po për shembull konkret apo për shembull, nëse njëri helmohet, apo i dhan barku Allah, i dhan shpina, kushtimisht po dhan. Apo sa ai shpina dhan për çka tjetër domethënë, se gjithçka ka efekt në ato. Prandaj syni ose dora ose pjesa jashtme janë ato që ndoshta komunikojmë me dunjon apo. Mirë po, domon ka qef njëri me hungur dunjon për me shijem apo. Mirë po, kur dham se nuk është, kur mërzitet se nuk është, apo për shembull, kjo është tregu që zemra s'është nosh. Prandaj dhimbje ka. Ose thotë Ibn Qayyim rahimahullah, dikur ka në fazë s'ka dhimbje apo. Subhanallahu. Kjo është faza më e keqe apo. S'ka dhimbje. Nuk dham, nuk jepsh ajo dham, po nuk tregon dhimbje. Dhe penalizimi i dytë është, domthon, zemra duhet të më furnizu baza ditore. Baza ditore s'ka çfarë po furnizu, normal, që po sikur se furnizon, ai furnizohet me gjak dhe furnizon me gjak. Dy opsione ka. Apo. Edhe zemra që u thon tek Allahu xhallahu duhet të më furnizu çdo ditë me dhikr, me ders, me Kur'an, apo. Nga penalizimi të shtabton janë ndërpin furnizimin atë. Nuk furnizohet. Para më duan sanksione zemrës apo. Allah na. Mos sa privosh për një mësimi, për një kuptimi të caktuar, dije se është sanksionu. Edhe rruga e furnizimit është mbyllur për diçka, duhet me qelë apo. Duhet me qelë. Prandaj se ke po edhe në dunjë apo. Tash parasisht drejt apo pa drejt. Po për shkak kur një vend do me denu një vend caktuar apo një për mënyrave të fillestore është sankcionet, bojkot ekonomik, rrethon, apo nuk kanë më zhvillu, për shkak se duhet me penalizu për vepra që i ka bërë. Pa i zemra dënë furnizim të vazhdueshëm, apo. Nëse zemrës i këputën furnizimet, apo, aja shkon, nuk e vdek Allahu na ruaj. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim thotë se nëse çta kuptojmë, apo, e shoh se pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çdo hutbë, në çdo fjalim gjithmonë ka thonë apo a'udhu bi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allah na ruaj peshëre të pumbet këqija edhe nefsit tonë. Nefsit tonë. Punë të këqija edhe nefsi janë një. Se nëse shumë me eliminime, nefsi është ai që e ka nxit punën e keqe. Ai që ka keq përdor nefsin është shejtani, ai që ka leju të manipulohet shejtani është dobësia e zemrës. Andaj kur nefsi
Të ndërozër, apëton, e dominon veprimin mbi njerin, edhe fillon me punë të këqija, kjo është tregues zemrës. Tregues se zemra s'është të furnizu, me çka më mojt. Nëse njeri nuk furnizohet, apo me çaj mund punëtor. S'ka çaj mund, ata shkojnë. Apo si ski për rruga. Strin, është normale apo punë. Çorëditën, bërtasin, normal apo. S'ki çaj u thush. E nefsa. Zemra s'ka furnizim. Edhe nefs me ngi me çka, se ka zemra aftësi me çka me ngi nefs apo. S'do ka rebeluar. Shkon nga ku ka më mirë. Shejtani është i gatshëm me bëu oferta. Ti ashtu më herë. Më njëra. Andaj besimtari kur e kupton kët, është që ka orën sprovë. E të kujtohet kërë kemi përmend rastin e Kajbe Malikut, apo? E ka qenë bon sprovë. Sa ka qenë sprovë më e madhe për Kajbin, apo? E kujtohet? Oferta e mretit, apo, nga Tafan. I ka thonë kumni që shokët kalon keq, apo? Apo? Hajde të na të bujnë amrat, apo? Për gjysë të kemi keq akje, apo? As, që ka, dëmon, qaq u tut, helbet, mos po më shko me anja, e ka kallë me e ka gjysë janë, apo? A se kalon të letën, he që me njerë, apëtën. Ka në shkja, ka merë unë, apëtën. Me të bo ofertë me lonë pejgamberin, a më kuptan, shkja është të fështirë, apëtën. Pa nej, nefësi vjenë që ta atila, apëtën, që, da unë elen zemrën, apëtën. Sa i shkon me lakmi, ko s'ka funizim zemrën, apëtën. Kjo është të kube, kjo dërim, kjo është dërim, që e lejan nefësin tash me negociu me palë tjera, armitësore, për furnizim, apëtën. Nëse zemra nuk furnizon kapurimet ku duhet, që me ato furnizime me mirëmba qenjen, se mreti shtremon shtetin, apo, tash negociator për furnizim bëhet kush? Lakmiqari me i madh që s'ngihet kur, parmena. Edhe me kam negocian për furnizim, me shejtan, apo. Ç'kjo më e keq. Zemra negocion me shpallin. Jo me negocion, po sa më marr, sa merr, apo. Po meni kur mbyllën rrugë të furnizimit, nefsi e hetan. Edhe negocion tash me shejtanin se nuk po merr mall piktuit, merr tashni. Që kjo valla keq bota, se njëri nuk mund me koni zbras, me çka ka mush. Ja mushën me këto, ja mush me ato. Me çka po mush apo? Me çka po mushësh apo? Kush po të mbush, pe ka po mushësh, shumë më rëndësi apo. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah pastaj në trajtim thotë për këtë arsye, në surën Ghafir, Allahu te bareke ve teala ka përmend duan e me lajkeve për besimtarët. Duan e me lajke për besimtarëve. Edhe me lajket para se me bëu dua për besimtarët, ka bënë dua interesant surën Ghafir, ka thënë Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Me lajke që njëri Allahu xhallahu wala ka thënë o Zot, domon ka përfshi gjithçka, rahmeti yt edhe dija jote. Kur kanë ndërmjetësuar tek Allahu xhallahu wala me dijen e tij dhe me rahmetin e tij, kjo ndërmjetësim me emrat e Allahut për tek Allahu, kjo është e njohur apo. Kur kanë ndërmjetësuar me këto tek Allahu te barekuhu teala, kërkesa çfarë ka qenë? Faqul ladhina amanu tabu wattabu sabilakum. O Zot, falë atyre që janë pendu e ndjekën rrugën tonë, wa qihimus sayyi'at. Edhe ruaj pi pasojave gjunave ty natën. Ruaj pi pasojave gjunave ty natën. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë, pse këtu me lajket kanë përmend në këtë rast mbrojtjen e zemrës nga pasojat e mëkateve, e kanë përmend dijen edhe kanë përmend rahmetin. Shikoni këtë, subhanallah, po më nëj meditim si të mrekullueshëm opton, se me lajket në raport me njerin, opton. Çka kanë thonë? Apo krijon tokë, a që bën fesat, bën kështu. Donë se ka njoft njerin me lajket. Andaj ka një konkluz tyre për arsye të caktuar tash. A ka papi gjendva, s'ka papi gjendva, a ka ndi që ka apë, së më rëndësi. Më rëndësi që kjo ka qenë reagimi me lajka. Mirë. Mas tash një kohë tjetër tash, me lajka që bëjnë Allah të gjellë? Ose dhe navë. Ato vetë kanë thonë që kjo këmë bërë shërë. Tash kur qatë shërë që e je bënë, që me lajka kanë paralajmëru, apo, thënë falja. Edhe kërkojnë falet e ka Allah gjellë ole me, dijen Allahut edhe me rahmetin Allahut. Pse dijen? Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë se
Allahu xhallahu ala e din më së miri sa është gjuna i keq atë. E din ose te din nëse e dënon për gjuna sa keq dënohet ose te din më së miri sa është i keq gjuna. Te din sa është i dopt. Te din sa është i ngutshëm. Te din se ka andaj ka përmend dijen apo për me arsyetu njeriu e me mandu Allahu xhallahu ala. Shiko fiku i me lajka atë. Edhe kam përmend rahmetin se o Zot ti ke thonë që kush beson nuk e dënon atë. Andaj për hazër besimit e kam se rahmeti është i ndërlidhur me imanin. Rahmeti në ahiret është ndërlidhur me imanin. Prandaj dituria për hallën e njeriu edhe rahmeti gjithë përfshirë për besimin le të ndërmjetësoj që ti u afal aty natën. E gjitha këto që njëri shë, për shembull, vrehen përmes tash një zemre më të gjallë apo. Ndërsa nëse zemra fillon me godit, atëherë Ibn Qayyim rahimullah para se marrë tek zemra e shëndosh, i përmend disa prej problemeve që më thonë disa prej goditjeve që i preton zemra nëse depërton mëkat të atij. Edhe kjo është e thash faza përmbyllëse e trajtimit të shëmtueshmërisë së mëkatimit apo. Shikoj kemi nisur të larg që sondaja me 10 në fund ka të zemra, thot nëse vrin të zemra, çka i ndodh zemrës? Thot i ndodh një varr problemesh për ty në thot, domthon vulosja apo. El khatmu vulosja sikur të ka khatem Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah te bartala u vulos zemrat, u mbyll syt, u mbyll vesht, edhe keq ka departon është tingulli pa kuptim dhe pa ndikim atë. Kështu që të ndodhur sa herë njeriu dëgjon fjalët e Allahu xhallahu ala, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tingulli është më dominant se përjetimi, jep me kuptues se funksionimi është i dobët. E kupton rregullin? Sa herë e dëgjon fjalën e Allahu xhallahu xhelalu, edhe hadithin e pejgamberit sallallahu edhe tingulli i asaj që dëgjon është më dominant se përjetimi dhe përfitimi, atëherë dije se po dëgjon me veshin e jashtëm jo me ato të zemrës apo. Nuk është e mundshme me dëgju zemra fjalën e Allahu xhallahu ala pa reaguar. Sikur se ka pranuar Allahu surën Al-Fal reagimin apo dridhje, rënqethje, shtim të imanit, treguesi ka me lëviz, patjetër. E nëse nuk lëviz treguesi, atë një lloj vulosje është apo. Se vulosja atë nuk ka veç vulosje me pabesim. Jo, është vulosje që dëmon fuqia e vulës ka nuanca. Ka nuanca, një është më adaptë, një derisa e fortë është u kry, po ka nuanca. Prandaj është një lloj Allahu na fal, është një lloj dëmon vulosje që realisht tregon për smundje të zemrës apo. E kur të zemra smut nuk funksionon. Gjërat e ëmbla duken të hidhura apo gjërat e mira duken të këqija, të shishme, të pashishme, që ashtu ndodh. Pa kur Allah xhallahu thotë që ajeti ka shije e të shihen çfarë shije, çaj bien. Jeftof, të smut, nuk ka normal. Sa Allah xhallahu ka dhënë pejgamberin që ajetet hadithet kanë shije. Ose pastaj thotë me ngutimi për ankesë ka shumë detale këtu, po pe asaj që është domthon zemra krahasë vuloset edhe domthon përmbyset, thotë me thonë tathbit anita. Domthon zemra fillon me tregu lodhje karshi adurimit. Nuk është normale. Nuk është normale. Të vëllezër nëse nona priton me qy fëmin. Çfarë shaja kjo? Fortë keqe. Se nona do të më qy fëmin. A shka, normal. Nëse për shembull flasim për një gru të huaj, se qyni fëmijë të huaj, s'ka vullnet, s'ka punë të veta, kupton? Ama nona, zemra mos me kon aktive në raport me krijuesin, s'është normal kjo. Mos me nxitu, mu vanu, diçka s'ka rregull. Nuk ka rregull. Prandaj thotë më kanë marrë kjo është treguesi se kanë filluar pasojat helmi i mëkatit me rrjedhë dhe mi zemrën, Allahu na ruaj. E nëse prek zemrën, thash vjen te vulosja, te përmbysja, ndodhin procese ndryshme në zemrën e njeriut. Një pyetje thash edhe është edhe
Don e hub fuqinë, e hub elanin, e hub aktivitetin, plagështia ka shi adhurimin e Zotit. Pastaj thotë Ibn Qayyim Allah, domthon e bën zemrën të shordhër dhe të verbër apo. Në shë argumente, shë fjalë, shë fakte, unë nuk lëviz apo. Kjo është e keq apo, se zemra duhet të lëviz. Pastaj thotë Ibn Qayyim Allah, për këtë ka pru ajete, apo po veç po duam në gutim me përmend, thotë small al-khasfu bil qalb. Fa shprehje small. Khasf, a dini çka është khasf? Është shafitje. E kur bëhet shafitje Allahni, apo çan ndodh? Ndodh që ndërtesa 10 katëshe, kati 10 e konku. Në përdhes. Po, pe natit bjen, se ku qilë toka, optan. Dhe të me kajmë rrële, që është të i ndodhë zemër, thonë. Pe i pozitës e nalët, me morë me temat ndoja të mëcishme, shafit të atën. E bjen, si kurse, dhe të me kajmë rrële, ata zëgjt të slet, silën rrëth në beturineve, rrëth bërlogut. Nërsa ata të mirët, janë naltë, si kapë, nuk i kapë shtize e gjuetarit. Prandaj, kanë thonë disa prej selefit, inna hadhil qulub gjawale, zamrat janë gjawale, janë që shëtisin, silën, afën. E minha ma je gjullu haulil arsh, disa ka që silën rrëth arshit, që është naltë janë, o minha ma je gjullu haulil hush, e disa ka që silën rrëth bërlogut, afën. Apo, e tash, mëkati, kur të prek zamrën, apo, e shafit, 1 kat, 2 kat, 3 kat, edhe shë për shumë morë me tema, këtë dita i shkon, me tema, dohon, që nuk e levizin të regus në zamrën, thëpën, tema boshe, tema palidhja, thëpën. Qëfar do qoftë, mos hiu ndash detale, të që do qoftë të jetës, për që ne tonë e di me që ka njërës mirë, thëpën. Por realisht, dohon, zamra nuk është duke, s'është më ambiciat e naltë, nuk kënë me qështet madhore, apo, por ka rana për nivele të olta të diskutimit, të preokupimit, të ambicjeve të çka do kuftëm. Kjo është në shafitje e zemrës. Pas sa thotë me kaimë Allah, edhe krahasa është meskhul qalb. Mesh është domon tetërsim. Na të shumë e quajmë, domon tetërsim kur për shembull diçka komplet është ndryshe nga ajo që duhet më kon. Tetërsohet. Për shembull, nëse njëri shndrohet majmun, ose që ka disa gjenerata që Allah të bardë të Beni Israelve i ka shndruar majmuna dhe ndera, sigurisht në haditha, për dënimet që kanë marrë. Që këtë tërsim, që e kanë pretu ata, domthon është përmbysje totale, komplete prej gjendjes normale. Prandaj edhe zemra fillon me u komplet mund të tërësuar. Në një zemër që don Allahun, gëzohet me Allahun, një zemër që se njerëz do të kush është ky. Pse po ndodh kjo punë? Kush ka thonë kështu apo? Pa më do. Ka po për shembull s'po Allah na rujt. Njëri për shembull djalën e vet me atë të tërësuar çështën. Me ta të tërësuar komplet. Ne besosh që djalë se në gjep i fjallë që fletë, qikën tonë, për shumë, Allah në rujtë. Me të tërsu mendjen, me të tërsu në të shmërin, të tërsim të komplet me do, të tërsim. Këmë si pasu e gjuna, Allah në rujtë. E zame të tërsut. Nuk është që e zame, se në gjenë njëri, a që kjo zame kërën besimin, Allah, po qëtërën, e që është në. Të tërsim pëj, roli që e kapën. Pastaj ka përnoj me kajmë Allah, gjithashtu të edhe, ndodh një lloj ndodhi dhe kjo është perde, apo çdo rënje e pikës së mëkatit në zemër realisht krijon një perde mes asaj dhe mes Allahut te bardhë. Hijab. Perde që pastaj njëri nuk shafën. Sikur se Allahu xhallahu thotë kella inum an rabbim yawma idhin la mahjubun. Ata ditë gjykimit nuk kanë me pa Allahun xhallahu për shkak të perdeve apo. E para se më vëllat për perën, çfarë ka thonë? Kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allahu xhallahu thot bel rana ala qulubihim. Ran nuk ka ra plohën i madh në zemrat tyre, apo për shkak që kanë
vepru punë të këqija, për shkak mëkatimi ka bëu shtresime të plërit aq të trash, saqë s'shem apo. Nuk sa perdet shumë ta ke po kur bim perdet në sy, bën intervenim se nuk shani më me ato perde, do më ek perde. A ne zamës i bim perde, sa nuk e shem Allahu xhallahu ala, as dunya as në ahiret apo. Edhe pastaj në pjesën e fundit Ibn Qayyim rahimullah ka thonë, domthonë prej probleme që zemra fillon me ndi, si pasojë mëkateve është edhe ngushtësia, thon. Ngushtësia, thon. Jo gjerësia. A ke pa që thonë zemër ngushtë, zemër gjon. E zemra si nuk lëvizë, çajra apo. Po zemërgjësia ka hapësirë, thon, edhe për me dhon më shumë, edhe për me gjithçka më shumë, më shumë apo. Kur ngushtohet gjithçka vëza, thon. Ka po për shembull, nëse njerëzit rënojnë 20 vjet me një supë. Nëse rënojnë 20 vjet me një supë, për shembull. Edhe që ata 20 vjet rënojnë për shembull apëton një banesë 20 kat, se të ka një kat. Mundësia për mëron konflikt me amat, cila është apo? Në supë vëllaut, ato si trash apëton, çiçi kom dedi kom, çaj është këtu, çaj, se ngushtësia normalisht fërkimin e ka të madh. Kur agjan, s'ka problem apëton. Andaj çdo konflikt mes njerëzve që është për shkak se ngushtë e kam për punë apo. Si ngushtohesh? E zemra ngushtohet. Si pasojë gjëra, zemra ngushtohet. Vullai se ke pasoj më imani më i madh, gjithsesi është më e madhe, më tepër ka opton hapësirë për gjithçka apo. E nxan gjithkund apo. Nxan, nuk ka soma zemra problematike ngushtë. Ka njerëz që nxan as fëmijë vetë nxan apo. Se nxan kanë as vetë nuk e nxan apo. Ngushti duket apo. A ne shikoj ku kanë arrit moshe këtë mekë, thonë që çash ngusht ju ka do, ka thonë që atë e kam thënë më harris ku apo. Po një çan fan ngushtësia mund të marrë që s'e pranon fëmijë vetë sofra apo. Nauzu billah. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, fal ma'ishatu dank lazimatun liman a'rada an dhikrillah. Rregull. Ngushtësia njihet dhe ke problemet me zemër janë të domosdoshme për këtë që i shmanget përmendjes Allahut. S'ka të tërë. Kjo rregull. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, la taqirru al-ayn. Nuk gëzohet kjo zemër kur, as nuk qetësohet kur, as nuk stabilizohet kjo zemër kur, përveç se me Zotin e vet edhe në adhurimin ndaj tij. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Dhe çdo adhurim pas Allahut është i kot, edhe nuk është përputhje me zemrën, s'është kriju zemra për të fara atë. Prandaj femen qarrat aynuhu billah, qarrat bihi kullu ayn. Apo ai që me Allahun gëzohet edhe disponohet me të çdo krijesë të tij. Ai që është mirë me Allahun, të tonë një mirë me të korrin apo. Kanë çef me çadira. Ka çef me ta. Pastaj thotë apo, ulem ai që domthon me Allahun sa rahat, kur me të sa rahat. A që me Allahun sa rahat, kur të rrematos nuk bëhet rahat apo. Prandaj kjo është thotë me el hayatu tayyiba, jeta e mirë, e këndshme që Allah ka premtuar në dunjë, edhe në ajetë që i dini domosht që i ka pranuar në surën Nahl, edhe në ajetë të tjera që Allah flet për këtë çështje. Edhe normalisht në bazë të kësaj tani kanë ardhur edhe ajetet hadith që flasin për jetën e mirë, për disponimin, për pritjen, po edhe ato dëshmitë e të parëve tanë muslimanë të mirë se nëse çështu në xhenet ka bëll mirë, e zemra ka çaqërreh mirë për disponimin të njerëzve munal apo ato pritimet aty që kanë pranë realisht kanë përmend mas betejave edhe mas suksesit edhe triumfit në këto që u përmendën. Ndërsa këto deklarime, këto konstatime për zemër të shëndosh, stabile, të qetë, pa qenë objektiv madhor luftim me mëkatimit nuk mund të arrijnë apo. Nuk mund të arrijnë. Prandaj kjo është rrjedhë normale që ka përgjithë Ibn Qayyim rahimahullah deri këtu çështën e shpjegimit apo. Prandaj edhe ka përgatitur terrenin shumë mirë që tashmë të flet për zemrën e pastër. Edhe tash këtu fillon edhe ai kada dal, domthon kalim nga pjesa e fuqisë forcës së njohurisë informatës apo në forcën e veprimit apo. Don informatat e kanë përshtim me ta pastru zemrën. E kanë përshtim me ta ngrit zemrën, me ta ruajt zemrën apo. Kur zemra është e pastër, pastaj normal funksionon normal se është kthyer në normalitetin dhe në natyrshmërinë e saj apo. E çfarë është zemra e pastër, si arrihet dhe të tjera çështje që kanë bënë me këtë temë, do të vazhdojmë inshallah në takimet e ardhshme. Kjo është ajo pjesa që ka të bëjë me çështjen e mëkateve, nga një pikpamje tjetër që përmend Ibn Qayyim rahimahullah, qoftë shëratike apo qoftë po them kurrimisht kaderike, dhe ajo kështjella e fundit e rezistencës
apo ndaj mëkatimit edhe shëmtueshmërisë së mëkatimit që është zemrës, edhe kjo por qelet dhe këtu të bërton mëkati, atëherë padyshim se njeriu është në fund të jetës së tij, nëse nuk ndërmerr masa duha për ringjallje dhe kthim në rrugën e duhur, edhe në funksionalitetin e kërkuar. Allahu na përmirësoj zemrat tona, na ruaj nga sherri i mëkateve, nga sherri veteve tona, e tekeve tona, edhe na përmirësoj gjendjen përgjithësisht. Me kaq për këtë pjesë Allah shpërblet sallallahu alaihi wa sallam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katira.